për shkak se për shembull shkoj me një trajnim edhe mendoj që okay, veç jam të mësu teori, jemi të mësu çato teknika, okay, shumë mirë. Kur kthehena e vrej një fjalë ndryshe prej dikujt, e vrej një shikim ndryshe, e vrej një pozicion ndryshe. Diqysh më duket thotë tani njerëzit supervisori jam më ka thonë se kur e njeh një person e ruan më shumë. Edhe mas çdo trajnimi që e kam, kur kthehena e shoh që okay, që ky person i ka çto sane që i ka ndodh, i ka çto dhimbje, i ka çto sfida, qysh më janë me rujt. Edhe me një farë mënyre une e shoh ma njëri, se sa si veç, okay, me qëtë person unë e punoj, me qëtë person kam më pagu, me këto e kam veç reklamimin ose çka tjetër, tash, ose mdokët mas trajnimeve që i shoh diqysh me i du ma shumë, edhe i ruj ma shumë. Edhe, se dja është njëjtë edhe për ty, për shkak se edhe te je me plot, me plot sene. Realisht po, edhe për mua është e njëjta, edhe pse me kalimin e viteve njëri ndryshon, ndryshimin jam tu e pa edhe te vet jana paraprakisht bisedum për shumë gjana që për shembull ndoshta më herët i kom bo me shumë entuziazëm, kur kom qenë ndoshta në moshën tonë, edhe që kam pas të bëjnë me punën, me zhvillimin profesional, po sot prap i bëj, mirë po me disa ndryshime, për shkak se nuk mund, me disa ndryshime, që as vetë nuk e di arsyen pse. Nëse është ideja me shku me një trajnim, unë shkoj gjithsesi, ndjeki qasje, por kur vjen puna me shku diku 3 ditë, një javë, mu nuk jem e gatshme. Më thonë ka pas periudha kur fëmijët i kom pas të vegjël, edhe unë e kom pas qatë energji edhe qatë dëshirë me shku, me vazhdu, po sot nuk e di pse. Nuk është e njëjta. Nashta pse normal, jeta hec, edhe sa ma shumë vite që ki ma shumë përjetime, ma shumë ngarkesa, dhe këto mandej i bojnë që me ndryshu mindsetin i farforme, që shishe gjanat. Qka unë e kom vrejt që kisha desh tash me ndërlidh me ty, me është se kur ti po fol, unë shumë shpesh përgjej veten të vlerësimi njerëzve. Më thonë me i pa njerës që okej, kë e ka një përjetim. E tash unë jem në një stad tjetër, ku i shoh njerës, i vlerësoj deri në qatë formë, mirë po gjithmonë prapë thëmë okej, çka unë e këtu? Për shkak se nashta shumë shpesh jem përfshin shumë situata ma shumë se që është desht, kom thith ma shumë se që është desht, edhe mandej automatikisht me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, e sheh që okej, pas kam bu keq krejt qatu, unë i kom bo njerëzve mirë, po unë ku jem unë tash. Njerëz krejt vazhdojnë me punët e veta, me angazhimet e veta, po ti prap mbetesh ti dhe vetja jote. E tash krejt që kjo ka bo në qëtë stad, okej, mi këqyrë me qëtë sy, pozitiv gjithmonë, okej, ka përjetimet e veta, i arsyetuar sjellja qoftë në punë, kur kom qenë, qoftë në familje, gjithkund. E tash, nuk po llogaris që e kom egoizëm. Jo, kufi vetës. Po. A është kjo dhe për ty, apo nashta ti e re dhe halojen atë fazën eksperimentuese ma shumë? Menoj që unë jam halon që atë fazën që të mundu.